Sot rreth orës 12:40 njoftohemi nga Policia e Shtetit se në fshatin Lagjenisën e Marsi, që përfshin pjesën ku është në marrë njoftim se ka rënë zjarr. Menjëherë shërbimi zjarr fikse, 28 vende ngjarjes me 3 automjete. Dhe shkojmë në ngjarje dhe shikojmë që zjarri kishte marrë për masa. Zjarri po digeshin valla bari dhe afrohesh drejt stanit të familjes Sanxhaku. Menjëherë bëmë neutralizimin e vatrës së zjarrit, shpëtuam stallën nga bubendarja dhe stallas nga lëndra ushqimore dhe aktualisht po flasim për momentin, po mbajmë në kontroll, po luftojmë për të fikur qendrën bazën ushqimore dhe po mbajmë monitorim që zjarri mos përhapet tek stani. Ku duke parë situatën që ishte shumë e agravuar, kemi kërkuar ndihmë urgjente nga Bashkia e Fqinje, na ka ardhur në ndihmë Bashkia e Rostovecit me 1 automjet zjarr fikse dhe me 7 forca, si dhe Bashkia e Fjerit na ka ardhur me 2 automjete dhe me 8 forca. Në terren u bën 7 automjete zjarr fikse, të cilët punuan sepse zjarri kishte favorizuar shumë nga hera dhe mund të përhapesh në stani dhe mund të merrte edhe fshatin. Për momentin nuk është bërë verifikimi i temave. Bashkia patos ditën e nesërme do të ngrihet një komision dhe do të bëjë vlerësimin e gjithë dëmeve që janë shkaktuar nga ky zjarr. Për momentin zjarri është në kontroll, po thjesht po luftohet për të fikur ballat e bajit, por nuk ka rrezik që zjarri të përhapet më.